Data 9 shkurt. Zanafilla, kapitulli 42. Por Jakobi, pasi mësoi se në Egjipt kishte grur, u tha bijve të tij: "Pse shikoni njëri tjetrin?" Pastaj tha: "Ja, dëgjova se në Egjipt ka grur. Shkoni atje poshtë për të blerë grur për ne, që të mundim të jetojmë dhe të mos vdesim." Kështu 10 vëllezërit e Jozefit zbritën në Egjipt për të blerë grur. Por Jakobi nuk e dërgoi Benjaminin, vëllain e Jozefit, me vëllezërit e tij, sepse thoshte të mos i ngjas ndonjë fatkeqësi. Bijtë e Izraelit arritën aty për të blerë grur në mes të ardhurve të tjerë, sepse në vendin e Kanaanëve mbretëronte Zia. Jozefi ishte qeveritari i vendit. Ai u shiste grur tërë njerëzve të vendit, dhe vëllezërit e Jozefit erdhën dhe u përulën para tij me fytyrën për tokë. Jozefi pa vëllezërit e tij dhe i njohu, por u soll me ta si një i huaj dhe përdori fjalë të ashpra me ta, duke u thënë: "Nga vini?" Ata u përgjigjen: "Nga vendi i Kanaanit, për të blerë ushqime." Kështu Jozefi njohu vëllezërit e tij, por ata nuk e njohën atë. Atëherë Jozefit ju kujtua ëndra që kishte parë rreth tyre dhe tha: "Ju jeni spion. Keni ardhur këtu për të parë pikat e pambrojtura të vendit." Ata ju përgjigjen: "Jo, zotëria im, shërbëtorët e tu kanë ardhur për të blerë ushqime. Jemi të gjithë bijtë të njëjtit njeri. Jemi njerëz të ndershëm. Shërbëtorët e tu nuk janë spion." Por ai u tha atyre: "Jo, ju keni ardhur për të parë pikat e pambrojtura të vendit." Atëherë ata thanë: "Ne, shërbëtorët e tu, jemi 12 vëllezër, bijtë të njëjtit njeri nga vendi i Kanaanit. Dhe ja pra, më i riu është sot me atin ton dhe njëri prej tyre nuk është më." Por Jozefi u tha atyre: "Është ajo që ju thash, ju jeni spion. Ja si do të viheni në provë. Ashtu siç është e vërtetë që faraoni jeton, nuk do të dilni këtej para se vëllai juaj më i vogël të vijë këtu. Dërgoni njërin prej jush të marrë vëllain tuaj, dhe ju do të qëndroni këtu në burg që fjalët tuaja të provohen dhe të shihet nëse thoni të vërtetën. Përndryshe, ashtu siç është e vërtetë që faraoni jeton, ju jeni spion." Kështu i futi bashk në burg për 3 ditë. Ditën e tretë, Jozefi u tha atyre: "Bëni këtë dhe do të jetoni. Unë kam frikë nga Perëndia. Në rast se jeni njerëz të ndershëm, njëri nga ju vëllezërit të rri lidhur me zinxhir në burgun ton, dhe ju shkoni t'u çoni grur familjeve tuaja që vdesin urije. Pastaj më sillni vëllain tuaj më të vogël. Kështu do të vërtetohen fjalët tuaja dhe ju nuk keni për të vdekur." Dhe ata vepruan ashtu. Atëherë i thoshi njëri tjetrit: "Ne jemi me të vërtet fajtor ndaj vëllait ton, sepse e pam ankthin e shpirtit të tij kur ai na lutej, por nuk ja vum veshin. Ja pse na ra kjo fatkeqësi." Rubeni ju përgjigj atëherë duke thënë: "A nuk ju thoja unë, mos kryeni këtë mëkat kundër fëmijës? Por ju nuk më dëgjuat. Prandaj tani na kërkohet llogari për gjakun e tij." Ata nuk e dinin që Jozefi i kuptonte, sepse midis tij dhe atyre kishte një përkthyes. Atëherë ai u largua nga ata dhe qau. Pastaj u kthye pranë tyre dhe u foli. Mori Simeonin dhe vuri ta lidhin me zinxhir para syve të tyre. Pastaj Jozefi urdhëroi të mbushnin me grur thaset e tyre, të vendosnin paratë e secilit në trastën e tij dhe t'u jepnin ushqime për udhëtimin. Dhe kështu u bë. Ata ngarkuan pra grurin mbi gomarët e tyre dhe u larguan. Tani në vendin ku po kalonin natën, njëri prej atyre hapi trastën e vet për t'i dhënë ushqim gomarit të tij dhe pa aty brenda paratë e veta që ishin në gryk të trastës. Kështu ju drejtua vëllezërve të tij: "Paratë e mia mu rikthyen, ja ku janë në trastën time." Atëherë zemërvrar dhe të trembur i thoshin njëri tjetrit: "Ç'është vallë kjo që na bëri Perëndia?" Kështu arritën te Jakobi, ati i tyre, në vendin e Kanaanit, dhe i treguan të gjitha ato që kishin ndodhur, duke thënë: "Njeriu që është zoti i vendit na foli ashpër dhe na trajtoi si spiun të vendit, dhe ne i tham, jemi njerëz të ndershëm, nuk jemi spiun. Jemi 12 vëllezër, bijtë atit ton, njëri nuk është më dhe më i riu ndodhet sot me atin ton në vendin e Kanaanit. Por ai njeri, zoti i vendit, na tha: nga kjo do të provoj nëse jeni njerëz të ndershëm. Lini pranë meje një prej vëllezërve tuaj. Merrni me vete ushqime për familjen tuaj, që po vdes nga uria, dhe shkoni. Pastaj më sillni vëllain tuaj më të vogël. Kështu do të provoj që nuk jeni spiun, por njerëz të ndershëm. Unë do t'ju kthej vëllain tuaj dhe ju do të keni mundësi të bëni tregti këtu." Ndërsa ata po zbrazin trastat e tyre, ja, që paku e parave e secilit ishte në trastën e tij. Kështu ata dhe ati i tyre i lan pakut e parave të tyre dhe i zuri frika. Atëherë Jakobi, ati i tyre, tha: "Ju më keni lënë pa bijtë e mi. Jozefi nuk është më, Simeoni nuk është më dhe doni të më hiqni edhe Benjaminin, e tërë kjo rëndon mbi mua." Rubeni tha të atit:
po nuk ta ktheva, urdhëro të vriten 2 bijtë e mi. Beso ma mua, unë do të ta kthej. Por Jakobi u përgjigj, biri im nuk ka për të zbritur me ju, sepse vëllai i tij vdiq dhe mbeti vetëm ky. Po të ndodhte ndonjë fatkeqësi gjatë udhëtimit, do të kalltin në varr me dhëmbje pleqërinë time. Marku, kapitulli 12. Dhe filloi të flas me shëmbëltyra. Një njeri mbolli një vresht, e thuri me gardh, gërmoi një vend për të shtrydhur rrushin, ndërtoi një kull dhe u abesoi disa vreshtarve dhe u nis për në vend të huaj. Në kohën e të vjelave, dërgoi një shërbëtor te vreshtarët për të marrë nga vreshtarët prej frutave të vreshtit. Por ata e kapën, e rrahën dhe e kthyen duar bosh. Dhe ai u nisi përsëri një shërbëtor tjetër. Dhe ata mbasi e gjuajtën me gur, e plagosën në kokë dhe e kthyen të turpëruar. Përsëri dërgoi edhe një tjetër, edhe ato e vranë dhe shumë të tjerë, dhe nga këta disa i rrahën, të tjerë i vranë. Duke pasur pra edhe një, birin e tij të dashur, më së fundi u dërgoi edhe atë duke thënë: për djalin tim do të keni respekt. Por ata vreshtari thanë njëri tjetrit: ky është trashëgimtari. E jeni ta vrasim dhe trashëgimia do të jetë e jona. Dhe e kapën, e vranë dhe e hodhën jashtë vreshtit. Çfarë do të bëj pra i zoti i vreshtit? Ai do të vijë dhe do t'i shfaros vreshtarët dhe vreshtin do t'u jap të tjerëve. Po a nuk e keni lexuar këtë shkrim? Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë u bë guri i qoshes. Kjo është bërë nga Zoti dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tanë. Atëherë ata kërkuan ta kapnin sepse kuptuan se ai e kishte thënë atë shëmbëltyr kundër tyre, por kishin frikë nga turma dhe e lanë e ikën. Pastaj i dërguan disa farisejnë dhe herodian për ta zënë në fjalë. Por këta erdhën dhe i thanë: mësues, ne e dim se ti je i vërtet dhe nuk do të dish për njeri, sepse nuk merr parasysh dukjen e njerëzve, por u mëson udhën e Perëndisë sipas së vërtetës. A është e ligjshme t'i jepen taksa Cezarit apo jo? T'i japim apo mos t'i japim? Por ai duke e njohur hipokrizinë e tyre u tha atyre: përse më tundoni? Më sillni një denar që ta shoh. Ata ja prunë, dhe ai u tha atyre: e kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim? Ata i thanë: e Cezarit. Dhe Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: i jepni Cezarit atë që është e Cezarit, dhe Perëndis atë që është e Perëndis. Dhe ata u çuditën nga ai. Pastaj u paraqitën disa saducenj, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën duke thënë: mësues, Mojsiu na la të shkruar që nëse vdes vëllai i dikujt dhe e lë gruan pa fëmijë, vëllai i tij duhet të martohet me të venë për t'i lindur pasardhës vëllait të tij. Tani ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq pa lënë pasardhës, dhe e mori i dyti, por edhe ky vdiq pa lënë pasardhës, po kështu i treti. Por që të 7 e morën për grua dhe vdiqën pa lënë pasardhës. E fundit pas të gjithëve, vdiq edhe gruaja. Në ringjallje pra, kur të ringjallën, gruaja e kujt do të jetë ajo, sepse që të 7 e patën grua. Dhe Jezusi duke ju përgjigjur u tha atyre: a nuk është pikrisht për këtë gjë që gaboni, sepse nuk i njihni as shkrimet as fuqinë e Perëndisë? Sepse kur njerëzit do të ringjallen së vdekurish, as martojnë, por janë si ëngjëjt në qiejt. Sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk keni lexuar në librin e Mojsiut se si foli Perëndia nga therrishtja duke thënë: unë jam Perëndia i Abrahamit dhe Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit? Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, por Perëndia i të gjallëve. Ju pra po gaboni shumë. Atëherë, një nga skribët që e kishte dëgjuar diskutimin e tyre, duke kuptuar se ai u ishte përgjigjur mirë, ju afrua dhe e pyeti: cili është i pari i të gjitha urdhërimeve? Dhe Jezusi u përgjigj: urdhërimi i pari i të gjithave është: dëgjo o Izrael, Zoti, Perëndia ynë, është i vetmi Zot, dhe duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdhërim. Dhe i dyti i ngjan këtij: duaje të afërmin tënd por si vetveten. Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këto. Atëherë skribi i tha: mirë mësues, the sipas së vërtetës se ka vetëm një Perëndi dhe s'ka asnjë tjetër përveç tij, dhe ta duash me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcë, dhe ta duash të afërmin tënd por si vetveten vlen më tepër se sa gjithë holokaustet dhe flijimet. Dhe Jezusi duke e parë sa ju përgjigj me mend, i tha: ti nuk je larg nga mbretëria e Perëndisë. Dhe kurkush nuk guxoi më ta pyes. Dhe Jezusi duke i mësuar në tempull tha: vallë, si mund të thonë skribët se Krishti është biri i Davidit?
sepse vetë Davidi nëpërmjet frymës së shenjtë tha: Zoti tha Zotit tim, ulu në të djathën time derisa ti bëj armiqtë tu stol të këmbëve të tua. Vetë Davidi pra e quan Zot, si mund të jetë vallë biri i tij, dhe turma e madhe e dëgjonte me ëndje. Dhe ai u thoshte atyre në doktrinën e vet: Ruhuni nga skribët, të cilëve u pëlqen të shëtisin me rroba të gjata dhe të përshëndeten në përsheshe, dhe të kenë vendet e para në sinagoga dhe vendet e para në gosti, që i gëllabërojnë shtëpitë të vejave dhe për të dukur lutje gjatë, ata do të marrin një gjykim më të rreptë. Dhe Jezusi u ul përballë arkës së thesarit dhe vërente se si njerëzit hidhnin aty para, shumë të pasur hidhnin shumë. Erdhi një eve e varfër dhe hodhi 2 monedha të vogla, domethënë një kuadrant, dhe Jezusi i thirrri dishepujt e vet pranë vetes dhe u tha atyre: Ju them në të vërtetë se kjo eve e varfër ka hedhur në thesar më shumë se të gjithë të tjerët, sepse të gjithë hodhen aty nga teprica e tyre, kurse ajo me skamjen e vet hodhi gjithë sa kishte, madje gjithçka kishte për të jetuar. Jobi, kapitulli 8. Atëherë Bildadi dhe Shuahu u përgjigj dhe tha: Deri kur do të flasësh në këtë mënyrë, dhe fjalët e gojës sate do të jenë si një erë e furishme? A mundet Perëndia të shtrembërojë gjykimin dhe i plot fuqishmi të përmbys drejtësinë? Në rast se bitë tu kanë mëkatuar kundër ti, ai ka braktisur në prapsinë e tyre. Por në rast se ti e kërkon Perëndin dhe i lutesh fort të plot fuqishmit, në rast se je i pastër dhe i ndershëm, me siguri ai do të ngrihet në favorin tënd dhe do të rivendos selinë e drejtësisë sate. Ndonë se gjendja jote e kaluar ka qenë një gjë e vogël, e ardhmja jote do të jetë e madhe. Pyet pra breza që shkuan dhe shqyrtoj gjërat e zbuluara nga etrit e tyre. Në të vërtetë i përkasim së djeshmes dhe nuk dim asgjë, sepse ditët tona mbi tokë janë si një hije. A nuk do të mësojnë valla ata dhe nuk do të flasin duke nxjerrë fjalë nga zemra e tyre? A mund të rritet papirusi jashtë moçalit dhe a mund të zhvillohet zungthi pa ujë? Ndërsa është ende i gjelbër, pa qenë i prerë, ai thahet para çdo bari tjetër. Këto janë rrugët e të gjithë atyre që harrojnë Perëndin, kështu shpresa e të paudhit tretet. Besimi i tij do të pritet dhe siguria e tij është si një pëlhur me rimange. Ai mbështetet te shtëpia e tij, ajo nuk qëndron. Kapet e ajo, por ajo nuk mban. Ai është krejt i gjelbëruar në diell, dhe degët e tij zgjaten mbi kopshtin e tij. Dhe rrënjët e tij pleksen rreth një grumbull i gurësh dhe depërtojnë midis gurëve të shtëpisë. Por në rast se shkëputet nga vendi i tij, ky e mohon duke thënë: Nuk të kam parë kurrë. Ja, ky është gëzimi i mënyrës së tij të jetuarit, ndërsa të tjerët do të dalin nga pluhuri. Ja, Perëndia nuk e flak njeriu e ndershëm, as i ndihmon keqbërësit. Ai do t'i japë edhe më buzëqeshje gojës sate dhe këngë gëzimi buzëve të tua. Ata që të urrejnë do të mbulohen me turp dhe çadra e të paudhve do të zhduken. Romakëve, kapitulli 12. Ju lutem pra o vëllezër, nëpërmjet dëmshërisë së Perëndisë, ti paraqitni trupat tuaja si fli të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullnet i Perëndisë. Sepse nëpërmjet hirit që më është dhënë, i them se cili që është mes jush të mos mendoj më lart se sa duhet të mendoj, por të mendoj në mënyrë të përkor, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Sepse sikurse në një trup kemi shumë gjymtyr dhe të gjitha gjymtyret nuk kanë të njëjtin funksion, kështu edhe ne, megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili gjymtyr të njëri tjetrit. Dhe duke pasur dhunti të ndryshme, sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë sipas masës së besimit. Nëse kemi shërbim, leti kushtohemi shërbimit. Po kështu mësuesi të jepet pas mësimit dhe ai që këshillon, leti kushtohet këshillimit. Ai që ndan, leta bëj me thjeshtësi. Ai që kryeson, le të kryesoj me zell. Ai që bën vepra mëshire, leti bëj me gëzim. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Duajeni njëri tjetrin me dashuri vëllazërore. Në nderim t'ia kaloni njëri tjetrit. Mos jini të përtuar në zell, jini të zjarrt në frymë, duke i shërbyer Zotit, të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime,
këmbëngulës në lutje. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Gëzohuni me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin. Mos e kini mendjen për lart, por qëndroni me të përulurit. Mos e mbani veten për të mençur. Mos ja ktheni kurkujt të keqen me të keqe. Kujdesuni të bëni të mira përpara të gjithë njerëzve. Po të jetë mundur dhe aq sa varet prej jush jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u hakmerrni për veten tuaj o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar: mua më përket hakmarrja, unë do të shpaguaj, thot Zoti. Nëse armiku yt pra ka uri, jepi të haj, në pas të etje jepi të pi, sepse duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi kryet e tij thëngjit të ndezur. Mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën.